Me rritjen e temperaturave, qytetarët kanë filluar të ankohen për pranitë të theksuar të gjarpërinjve, të cilët i shohin jo vetëm nëpër pjesët malore ku dalin për piknik, por edhe nëpër vendbanimet apo lagjet e tyre. E në ndërkohë, nga reparti infektiv i Spitalit të Gostivarit konfirmojnë se tashmë ka regjistruar pacientin e parë të kafshuar nga gjarpri. Zmijtë e sega ima me pret 2 dena, u ka sa në zmija, mislim beso. Tani para 2 ditëve kishim një të kafshuar nga gjarpri. Ai vinte nga vendbanimet malore. Këtu është bërë trajtimi i nevojshëm, ndërsa më pas është dërguar drejt klinikave të Shkupit. Tani është koha që duhet të friksohemi nga gjarpërinjtë dhe të marrim të gjitha masat mbrojtëse. Kur përballemi me raste të këtilla, ne antiserumin e kemi dhe veprojmë, e nëse gjendja nuk stabilizohet plotësisht, pacientin e drejtojmë në Shkup, por antiserum posedojmë gjithnjë. 3 deri në 4 njësi, shprehet doktor Ratko Naumovski, shefi repartit infektiv në Spitalin e Gostivarit. Në nivel vjetor, thot ai, deri më 5 qytetarë përfundojnë në spital si pasojë e kafshimit nga gjarpëri. Andaj mjeku ndan me qytetarët disa këshilla të vlefshme se si të mbrohen nga kafshimi i gjarpërinjve, por edhe kush janë masa që duhet i ndërmarrim nëse kafshohemi nga një gjarpër. Po linja, kështu ima viso ka treva. I na planinit e gjimët. Aty ku ka kullosa të gjata, në përmale ku dalin për piknik, qytetarët të bëjnë kujdes. Tani koha është ngrohur dhe ata dalin në temperatura të larta. Çështja është se çka duhet të bëjnë ata që i kafshon gjarpri, por edhe të tjerët që e shoqërojnë atë. Puna e parë dhe më e rëndësishmja është që të mundohen të mos i kap paniku, plaga të mos preket, të vendoset mbi të një leckë e pastër dhe të bëhet mobilizimi i vendit me qëllim që të parandalohet përhapja e helmit nëpër trup. Dhe më e rëndësishmja është që të shmangen lëvizjet trupore dhe pacientit të jepet sa më shumë lëngje gjatë kohës që dërgohet në spitalin më të afërt, deklaron Naumovski, duke nënvizuar se gjarpëri zakonisht kafshon nëpër ekstremitete. Andaj, në momentin që konstatojmë një plagë me 2 vrima paralele që nuk rrjedh gjak, duhet të jemi të sigurt që bëhet fjalë për kafshim nga gjarpëri. Ai më tej sqaron se gjatë karrierës së tij si mjek në repartin infektiv është përballur edhe me raste shumë të rënda të kafshuarve nga gjarpëri, por që fatmirësisht asnjëri nuk e ka humbur jetën. Apelon që qytetarët të bëjnë më tepër kujdes edhe nëpër shtëpitë e tyre, në kuptimin që të mos i lejnë dyert të hapura, ndërsa dritarët t'i sigurojnë merrjeta përkatëse, të pastrojnë oborret e tyre nga kullosat e gjata dhe të mos bëjmë pikniqe në vende të cilat janë të njohur për rrezikun nga gjarpërinjtë.